Zotërat Demi. Faleminderit shumë edhe njerë për gjitha sharimet në këtë linjë të drejt për drejt në Mezit. Kash, nga këtu Dorentina vazhdojmë rrjedhën e emisionit, do flasim për zhvillime të shumta në botë, për marrëveshjen mes Hamasit dhe Izraelit, se çfarë ndodhi realisht. Lajmet ditëve të fundit kanë shkaktuar sërish diskutime në opinionin publik. Izraeli ka planifikuar të përgjysmojë numrin e ndihmave e kamionëve me ndihma për të lejuar që të hyjnë në Gaza dhe të kufizojë shpërndarjen e këtyre ndihmave në territorin e shkatruar nga lufta, teksa akuzon Hamasin për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit me lirimin e ngadalë të mbetjeve të pengjeve të vdekura që grupi militant kishte kapur më 7 tetor të 2023-s. Në anën tjetër, një deklaratë sot e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se teksa shpreson për paqe në fazën tjetër të marrëveshjes së armëpushimit me Hamasin, ka theksuar se ferri do të shpërthejë nëse Hamasi nuk çarmatoset. E për të diskutuar gjitha këto, në studio kemi të ftuar njohësin e gjeopolitikës, zotrin Luti Bilali. Bilali, mirë se erdhe në Mesdit. Faleminderit. Shumë ngjarje sa i përket situatës mes dy vendeve, një marrëveshje e cila u arrit, Trumpin që shkoi atje, disi edhe e festuan, më pas u raportua se nuk po respektohet në plotni, kemi disa deklarata kogja të fuqishme, si keni parë gjitha këto, një mendim të përgjithshëm. Po ka qenë fokusi, mendoj, i gjithë botës, thamë, për shkak sentimentit asaj që ka ndodhur. Realisht ka qenë një katrahur dhe shkatrim i Gazës, po jetave të njerëzve që mund të thëmë që nga lufta dytë botërore nuk kemi pas historie. Po flasë për nesën, atë kohë s'kemi qenë lindur, po nga historiet dhe nga dokumentaret që ipen dhe faktet historike. Por mendoj që faza implementimit është faza më vështirë. E vështirë, po. Dhe këtu kemë të bëjmë, mund të thëmë drejtën, faj që ndronë kuptohet çdo herë taj që ka forcën më të madhe dhe përdor gjithë arsenalin e saj për të minuar. Shifni, në pjesën mund të thëmë ku shtrihet ndarja dhe tërheqja e IDF-it izraelit, ka vepruar në bashkëpunim edhe më herët grupa përkrase kolaboracioniste e të ashtuqyrit të një milicie, të cilët kanë pas dosje dhe kriminale, thamë drejten, mirë po influenzuar nga pala tjetër. Dhe këtë Hamasi ka filluar likvidimet dhe goditjet e këtyre njerëzve, bili është ai citate, aja fjalia 10 plumba nja për kundërshtarin për armikun, 9 për tradhin, që ka ndodhur duke ditën e djeshme. Branda korpusit till të 360 km në gaz do kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha në implementim. Dhe këtë me siguri e ka ditë edhe vetë mund ta quaj supervizori tërë kësaj, Donald Trump, nga se vizita ati është para parë që ti jetë në Gaza. Mirë po ka qenë shumë rrezikshme, sepse nuk ekziston simpati për ta, thëmë drejtën, brenda popullatës palestineze ose gazianëve ato, për shkak qëndrimeve të tij, ndërtimin e rivierës në rrypin e Gazës. Dhe kjo ka shkaktuar, mund të them, ndoshta antidisponimin, edhe pse Trumpi dihet që është në një pozicion jo të lehtë, thëmë drejtën, nga se presionet e lobit ebrej në Amerikë janë shumë të mëdha, dhe çdo president amerikan dihet që është fuqia dhe përkrahasa mburoja e Izraelit, qoftë në financa, qoftë në investimet në armatim. Deklaratat e Netanyahut bili ka qenë, mund të them, edhe të dilen mosdërzimi i trupit të pajet Yahya Sinvares, ish lideri të Hamasit. Pra mund të ndaloj hyrjen e ndihmave në Gaza, do përbënte kjo shkelje të ndonjë të drejtë? Po nuk ka hera parë. Nuk është hera parë, por tani kemi një marrëveshje. Herën e kaluar nuk respekton Izraeli marrëveshjet. Nuk respekton. Dhe pret që ta bëjë këtë Hamas. Bili në të drejtën ndërkombëtare është gjënat flitet që asnjë rezolut, asnjë mos them këshill, ose mund të them një lloj sugjestioni edhe pejmeqve të tyre, nuk respekton. Nga se Izraeli ka disa plane tjera. A i përgadit planin për Jordanin për demon Westbank ta deportej komplet. Dhe thot, nuk kemi, shef, kjo 20 pikësh, Minister një ato çështja formale e preambullës
të saj, tregon që është vështirë të realizohet. Shefni, në vitin 1993 ka qenë Oslëni. 95 në Taba është nëshku marrëveshja me Sarafatit në prezencë të Clintonit dhe të Rabinit, Isak Rabin. Ai që do thot pastaj u godit për vdekje, mu për shkak të kësaj marrëveshje. Dhe mendoj historikisht, po që se i shiqojmë, marrëveshjet e tilla kanë dështuar. Ky plan e ka një të mirë që ndal luftën dhe shpëton jetën e njerëzve. Por a mund të rifilloj, riciklohet prap konflikti, fatkeqësisht gjasat janë dha. Bilon edhe të ju këtu e kom përmend që përgatitet operacioni që ka një Zotit për Hezbollahin në Liban. Dhe kjo nuk do ketë dalje nga se në Gaza do të kemi edhe kompleksitetin e situatave tjera. Qa do të bëhet me Hamasin, me forcat e tyre, 20.000, 25.000 apo 30.000. Po kërkohet çarmatosja e tyre. Do të gjendet i formul që do qëndrohen në polici, në forcat e sigurisë. Sa ajo popullat, shef, Hamasi mund shkatërrohet, ideologjia është problem shkatërrohet. Një njeri i formuar ose nga një vrasje një familje diku i ka kriju edhe ja 15 anëtarë të Hamasit. Dhe kjo është vështirë në atë popullat 2.2 milionëshe, e cila ka pësur realisht me afër 70.000 të vrarë dhe 170.000 të plagosur, dikon 10% të popullsisë. Është vështirë të kthesh simpatin që t'jesh paqësor edhe me trupat paqëruese që do jenë. Plus Hamasi ka në kodrët e vetë kraun brigadën Al-Qassam, e cila mund mos pajtoj me kraun politik, me Hamasin. Pastaj brigadën Al-Quds dhe Gjihadin Islamik. Dhe këto janë në aspektin e forca paqëruese është pa definuar e roli i Turqisë, i trupave turke. Nga se Izraeli e di fare mirë që hyrja trupave turke, sidomos në pjesën e Khan Younousit, sepse në Xhabalia atje lart në veri nuk besoj që do ketë një marrëveshje të vinë turqët. Do jetë, sepse miti turk ka përgatitur, mund të them, planin me shërbimin amerikan për të ardhur deri këtu. Dhe Ibrahim Kalin ka qenë jashtëzakonisht aktiv. Por hyrja trupave turke është një shenjë që Izraeli e ka një panik. Nuk janë trupa dësido, janë jashtëzakonisht ushtruar mirë, kanë kapacitete, mund të theme, sepse ato parashitet do me një armatimi çfarë do t'jetë. Na nuk mendojmë që aty do t'hin trupa që do të bartin me vete edhe teknologji të lartë armatimit. Kryesisht do t'jenë të komsorisë dhe pjesë të autoblinave të motorizuara. Kjo do thotë do ishte ajo problematika që ende kemi pak qartësi për të kaluar në fazën e dytë. Faza e parë u kry me dorëzimin e penzëve, po ashtu edhe Izraeli ka liruar pjesën e burgosur Parizën 1700 dhe 250 që kanë qenë me dënim të përjetshëm. Po storit e filmit kallëzoi diçka tjetër. Ka qenë poshtrim dorëzimi i tyre nga trupat e Izraelit. Çuditërisht trajtimi nga pala që e konsiderojnë organizatë terroriste Hamasin ka qenë shumë humane. Dhe kjo le për treguar që Izraeli nuk e ka ndërmend të ndalet edhe me një plan të tillë të një marrëveshje paqe. Por më duket që problemi shkon jashtë Gazës. Po deklaratën e Netanyahut ku bën thirrje gjatë një interviste për CBS News se gjithçka do të bëhet sipas kushteve të presidentit amerikan. Ferri do të shpërthejë nëse Hamasi nuk çarmatoset, shpresoj që të mos ndodhë, shpresoj që ta bëjmë këtë në mënyrë pasore. Sigurisht që jemi gati ta bëjmë. Këtë kështu është deklaruar, më pas ka thënë se i ka vendosur edhe disa kushte se Hamasi duhet të dorëzojë armët e tij dhe së dyti duhet të sigurohet që nuk ka fabrika armësh brenda Gazës, nuk ka kontraband armësh në Gazë. Thënë gjitha këto, sa efort mund të jetë respektimi apo është ende i brisht respektimi i kësaj marrëveshje? I brisht po si po. Por të qarmatoset Hamasi, me qenë se mendoj që tash i kemi deklarata verbale, është mirë që nuk ka bombardime, ndar lufta, dhe në fjalët e forta dhe në deklarimet e forta jeta njerëzve nuk kushton për momentin. Por deklarimet e tilla tregojnë seriozitetin dhe atë çka është faktike, reale, që në lindje të afërt do na kapërcejnë dekadat e tëra për të arritur ajo çka njerëzit e presin për solucionin me dy shtete. Deklarimet e tilla të Netanyahut kanë të bëjnë edhe për konsum brendshëm. Bile atje unë lexova një artikull të asaj gazetës në Tel Aviv
Arec, e cila mban një qëndrim jashtëzakonisht opozitar. Deri dikun edhe real. Sepse njerëz të jenë, ne mendojmë që shkon çdo gjë një trajt shumë. Por ka edhe atje kundërshtime, sidomos brenda spektrit politik, mund të them edhe UJQ-ve, edhe grupacioneve të rabinëve, që realisht një pjesë e tyre edhe jashtë Izraelit kanë pas kritika jashtëzakonisht të mëdha për çështjen e Netanyahu. Dhe është shumë interesant të Arec përmend që Izraeli ka humbur luftën. Me disa, mund të them, argumente dhe fakte, të cilat mund të jenë për të ardhmen kobzeza për vetë Netanyahu. Netanyahu ka dhe procese brenda gjyqësore. Dhe ajo di që me ndaljen e luftës në Gaza, dhe nuk është merit e tij dorëzimi i pengëve, kryesisht është merit e amerikanëve, turqëve dhe Katarit. Dhe nuk ka qenë merit e Netanyahut. Por sidoqoftë ky përkonsum brendshëm mund të ketë deklarata të tilla. Ka ndruar edhe shefin para 2 javë të Shin Betit. David Zinin ka pru gjeneral majorin në krye të Shin Betit. Dhe këtë krejt të bën për çështjet e veta personale. Mirë po, Izraeli si koncept, si shtet, me qasjen e tillë, çfarë do qeverie koftë, ndaj vendeve fqinje do jetë e rrezikshme edhe për të ardhmen e vet. Mendoj që problemet e lindje të afërt, por edhe në konceptin më të gjanë, në lindjet e mesme është rshqitja e këtij territori në influencën e dikujt tjetër. Dhe këto amerikanët besoj, është një ide që e parapilqej, thëmë drejtën, që Amerika dhe civilizimi perëndimor dëshiron ta krijojë një lidhje krishteroromake katoliko-protestante me islamin. Nga se është mas se nevojshme që të ndalet dragoj aziatik. Dhe kjo është, mendoj, merita Trumpit në këtë drejtim është. Do thot bijetesa e njerëzve në Gaza, plani i rindërtimit të Gazës, që do jetë besoj në periudhë 4-5 vjeçare, Katari, po do të jetë edhe shumë donator. Dhe ka paraqitur në marrëveshje se si do të... Po dhe shumë donator do të jetë edhe nga perëndimi, sepse njerëz, besoj, nuk ka njeri në botë që nuk jap ja 2 euro, 5 euro për ndërtim. Besoj. Kjo do jetë aja forma që do të prapë do të tregohet një humanitet jashtëzakonisht i madh. Dhe kjo mendoj që do jetë, nuk ka problemi të çështja ndoshta e ndërtimit të Gazës. Problemi është të çështja sigurisë dhe kush do ta ketë këtë administrim ose kush do jenë ato forca që këtë periudhën tranzitore të administrimit të Gazës si do funksionojë. Me ekipin e PLO-s ose institucione autonome nga Ramallahu, të Abazit, Mahmud Abazit, presidentit, apo do jenë mikse, teknokrat. Dhe kjo do jetë, po çështja sigurisë do jetë problem, se SPAK-u në fazën e dytë, Hamasi në bisedime besoj në Kairo do të kërkojë që forcat e tyre të kthehen në forcat e sigurisë apo në policë. Dhe kjo, mendoj, Blendi e përmendi çështjen e gjithë aty në kushteve që ka kërkuar nuk përmenden në plan, po kjo është kërkesa e Netanyahut, që tunelet dhe gjitha katëna për shembull që thonë që Gaza është një qytet nuk është ashtu, ne ka herë bëjmë gjona edhe për këtë. Po i përmendin në intervistë sot, dje ose kur do të çojë. Jo, nga ne për shembull nga shumë analistë përmenden që Gaza është jashtëzakonisht aq për brenda e mund të thëmë bunkerizuar sa është edhe një qytet. Këto në fakt të klikimeve që bëhen për njerëz të bëjnë show, po problemi mendoj që është diku tjetër që sa do ketë një çështje që plani tillë parafërsisht mund të them dikun 60% të realizohet. Nuk mund të ketë asnjë plan. Bili ke pas edhe ideja për shembull sidomos në Shqipëri që do jetë e ngjashme si Rambujeja me planin jo, gabim total është. Sepse Izraeli nuk është Serbi. Izraeli është një fuqi e cila mund të them dridh edhe regionin, por ka ndikim edhe në sigurinë ndërkombëtare, sepse kapacitetet e saj dhe militarizimi i saj është i fuqishëm. Inovacionet që ka në Amerikë nesër janë në Izrael. Dhe kjo është ajo problematika, mendoj që dhe Trumpi ka thënë një fjali që Turqia ka ndikim Erdogani për edhe në konfliktin në Ukrainë. Mund të ndihmojë shumë. Po ne pra roli Turqisë i rëndësishëm në të dy anët. Jashtëzakonisht. Po 20 sekonda mi falni. Është shumë interesant që në media tona Skydagger droni kamikaz vjen, por ka qeshin të na dhe gazetar në disa studia televizive, kur deklarandojnë musafir pjesëmarrës atu që si turkë, si Serbia njëjtë.
Dhe kjo mendoj që duhet distancohen njerëz me automatizëm. Por disa moderatorë tonë edhe qeshin. Dhe kjo është aja mund të them që një Trump, kur e çmon një Turqi, jo Erdoganin, po fuqinë e saj, që do të ndërrojë ushtrit pa të forta në botë. Ne nga pak him një farë histerie që është e pashpjegueshme, them, e është e dhëmshme. Është gjinaf. Kur dhe gjënë prononcime tilla. E kom fjallën Turqia dola nga tema, edhe për ne shqiptarët. Duhet të kemi kujdes që kur Trump e cilëson, bili një bashkëbiseduesi imi një ditë shpreh një fjali Partia Islamike, është islamist. Thash pej Trumpit se kom një kur që i ka thoj islamist. Tashti ne po dalim këtu edhe po i thojmë është partia Ak-Partoj është islamiste. Do thot kemi hyrë velluta të cilat nuk qojnë gjë kundi. Por besoj për të qenë në përfundim këtij koncepti do jetë një paqe e brisht, është e mirë që u arritur arpushim se shpotohen. Megjithatë s'ka kthim mbrapa. Sepse përmendet më herët thatë se është mirë që ka arpushim, nuk kemi vdekje, s'ka kthim mbrapa, por është e vështirë ndoshta që të shkohet tutje, është sfidë realisht. Por derisa është e breshtë edhe mund të ketë. Po Trumpi ka drejt në atë fjalinë që ja tha Byli, është pak mund të them e frekshme. Nuk do filloj lufta nga lindja mesme. E tash ku do filloj lufta e tretë. E kjo ka ludu shumë që është e mirë që në këtë region nuk do startojmë. Pa do të jetë piknisje luftës së ardhme Vladivostoku në lidhje të Rusisë apo Luksemburgu apo Nigeria, nuk e dim, nuk është çështje do pika kontinentale. Mirë po, si do qoftë, mendoj që është angazhman i mirë për jetën e njerëzve dhe duhet jemi kurioz atu ku flitet për paqë dhe çështje që i takojnë humanitetit njerëzor dhe të drejtës që në këtë tokë çdo njeri ka drejtë ta ketë një mirëqenie sado kudo, parafërsisht të dinjitetshme. Bilalli, të falenderojmë shumë që ishe sot në këtë studio. Kënaqësi siç dorë. Faleminderit shumë. Dhe nga këtu do të kemi një lidhje direkte ku